Tani në studio kemi ish prokurorin Ervin Karanja. Do të flasim pak për besimin tek organet e reja të drejtësisë, 10 vjet më pas u rrit apo ul. Ervin, përshëndetje dhe faleminderit që erdha. Dhe faleminderit për ftesën. Falenderoj që pranova. Zoti Karanja, ju vetë keni qenë ish prokuror dhe nuk e vijoni më detyrën tuaj si prokuror për shkak të procesit të vettingut. A e konsideroni veten viktim të reformës në drejtësi? Viktim nuk mund të them, por them që vettingu për një pjesë të gjyqtarëve dhe prokurorëve ka qenë i padrejtë. Këto janë konstatuar nga gjykata e Strasburgut, por janë konstatuar edhe nga institucionet brendshme. Siç është kryetari i gjykatës lartë, zoti Sokol Sadushi, i tha që në disa raste vettingu është standarde dyfishme. Por për mua, nga ana ime, unë kam ushtruar për afro 25 vjet detyrën e prokurorit, nuk ka qenë problem, sot unë jam avokat, pra domethënë nuk jam nga ana e prokurorit, jam nga ana e avokatit. Pavarësisht unë për vete quaj pa drejt, sepse jam shkarkuar pse ke mori shtëpi me kredi. Pra unë do rri me i vend, se s'do rri pa shtëpi mirë, kredit mos më çat trip për jashtë. Dhe e dyta, një nga shkaqet e shkarktimit tim ka qenë se unë kam kërkuar përjashtimin e antarëve të vettingut që nuk plotësonin kriteret. Për shembull, një nga antarët e vettingut, nuk po e përmend emrin, shkolla ka qenë 4 vjet, ai kishte bërë 5. Pra, janë ngelsa në klasë. Konstatuam që ishte ngelës klasë, unë nuk pranova që të bëj vetting një person që ka ngelë në klasë. Dhe kam bërë kërkesë për përjashtim, se ngelëse. Një tjetër ishte juriste që ishte marrë me hidrovorët, me ujësiosat, me pompat e ujtit. Pra, sepse një nga antarët e vettingut duhet ishin asat e drejtësisë. Pra, të kishin kritere 15 vjet drejtësi në fushat e veçanta të së drejtës, nuk i plotësonin këto kritere dhe më shqyt shkelje pse ke kërku përjashtimin atyre që s'plotësohet kriteret. Dhe një nga shkaqet kryesore kjo është, që ti ke kërku përjashtimin dhe ke shkel etikën. A thosë se çfarë ishin? Ore, ka qenë juriste hidrovori, unë shoh sivin, se ne si jemi këtu për pompat e ujit, sa hedh ujti, sa hedh pompa ujtit, presionen. Ne jemi për gjyqtarë e prokuror dhe për të gjykuar gjyqtarët e prokurorët. Dhe ky ka qenë një nga shkaqet. Por për mua nuk ka ndonjë problem shumë të madh. Kam qenë prokuror, sot jam avokat. Avokat është një profesion i nderuar dhe i respektuar. Nuk jam te kjo anë, jam te ana tjetër. Ushtrojmë detyrën normalisht. Këto kohë të fundit, domethënë kam filluar bëj edhe daljet publike, gjë e cila do ishte mirë dhe për prokurorët dhe gjyqtarët që të kishin më shumë dalje publike, do ishte gjë e mirë që të komunikonin me publikun, se dhe komunikimi me publikun është shumë i rëndësishëm. Qoftë për ngjarje të caktuara në shoqëri, kjo i bën mirë dhe shoqërisë, pra të flitet për fenomene të caktuara, që fakti i cili mungon sot. Sot prokuria dhe gjykata janë të bunkerizuar dhe publiku ka një njohje shumë pak, domethënë vetëm nga aktor tret, jo në mënyrë të drejtë për drejtë. A mendoni se vettingu ishte një proces i drejtë dhe transparent? Vettingu nuk ka qenë proces i drejtë dhe transparent, se kur zgjedh personat që nuk plotësojnë kriteret, atëherë nuk ka qenë transparent. Pra kemi të bëjmë me një vetting politik, kemi persona të cilët kanë kaluar në blok dhe duke kaluar në blok nuk plotësojnë kriteret. Tash si mund ta lësh një të paafti të gjykoj një person që ka 20 vjet punë? Pra që këtu është mungesë e transparencës, si u zgjodhen këta njerëz, cili ishte lobimi politik. Kështu që këtu që në fillim një diçka që e nisur që në fillim gabim, në kundërshtim me nenin 6 konventas evropiane të drejtave të njerëzit dhe nenin 42 të kushtetutës, një gjykatë krijuar me ligj, këta nuk janë krijuar me ligj, shkelur kushtet ligjore. Janë shumë persona që kanë pas çështje penale, janë shkarkuar për korrupsion. Pra një i shkarkuar për korrupsion ka gjykuar një person tjetër që ka qenë në rregull. Pra që këtu transparenca nuk bëhet fjalë, transparencë s'bëhet fjalë që ka, por këtu bëhet fjalë që nesër proceset do jenë nul. Faktet të konstatuara tashmë nga gjykata e Strasburgut. Kemi Cani kundër Shqipërisë që thotë që nuk është gjykatë e krijuar me lisa, pasi një antar i vettingut ka qenë i shkarkuar për korrupsion. Kemi edhe një rast tjetër tash, rasti i fundit, Kadana kundër Shqipërisë, dhe këtë rast i konstatuar nga gjykata e Strasburgut. Këto janë fakte, janë reale, tregon për mos funksionimin e vettingut. Pra, kur të zgjedhja e antarëve është bërë zgjedhje politike, njerëz që nuk plotësojnë kriteret ligjore, këto sjellin pasoja jo ligjore. A kishte nevojë sistemi i vjetër i drejtësisë për një reformë kaq të thellë? Mendoj që studimet duhet ishin bërë para se të arrijej këtu. Sepse sot ne flasim për reformë, por shkatruar sistemi i drejtësisë. Sot kemi 200.000 dosje në dorë. Pra, kur nisi reforma në drejtësi, nisi me 16.000 dosje të bartura. Dhe me 16.000 dosje të bartura,
u tha që janë shumë. Pra kur nisi reforma në 2016, tha janë shumë 16.000 dosje. Sot ka arritur në 200.000 dosje në dorë. Pra këtu tregon për dështimin, sepse qëllimi i reformës është ofrimi i drejtësisë një qytetarëve shqiptar në një kohë afat të arsyeshëm. Sot ti kalove 200.000 dosje. Atëherë ti i ke lënë njerëzit praktikisht pa sistemin gjyqësor, dhe kjo është më rënd. Pra ti u nise për me zgjidhë një problem dhe e bëre pasojën akoma më të rënd. I referoj dhe thëneve të kongresmenit amerikan Self, i cili në Kongresin Amerikan tha që në Shqipëri është shkatruar sistemi drejtësisë dhe ka për ndërhyrje imediate. Nëse do të ktheheshit pas në vitin 2016, a do ta mbështetni sërish të njëjtën reformë? Reforma pati propagandë nga Fondacioni Soros. Pra Fondacioni Soros, sepse që u bë reforma, pati një problematik. U fol media që nuk po ecën drejtësia, ka probleme, gjyqet zjasin 3 vjet, dhe qëllimi ishte që të ofrojë drejtësia në kohë, të njihen vendimet e Strasburgut. Ndërkohë me këtë lloj propagande ishin gjithë njerëzit dakord, duan drejtësi, po gjithë duan drejtësi. Ndërkohë që na rezultoi që reforma në drejtësi bëri një padrejtësi 10 fish akoma më të madhe. Nga 16.000 dosje i çoi 200.000 dosje në dorë dhe rrezikon që të rritet akoma më tej. Shqiptarët sot nuk kanë më drejtësi. Shqipëria po dënohet në Strasburg për zgjatet e afatet. Pra, të ishim sot do themi është gabim, reformë duhet, po duhet ishte bërë në mënyrë të kontrolluar. Mund të ishte bërë me disa ndryshime legjislative, ishte zgjidhur kjo punë, por kjo është bërë qëllimisht sepse reforma drejtësi në vetvete ka qenë biznes. Pse? Pse ka qenë biznes? Janë investuar në reformën në drejtësi 400 milion euro. 400 milion euro. Ku kanë shku paret? Pra janë hedhë të pare? Ku kanë shkuar? Nuk është bërë asnjë lloj investimi fizik në godina të reja, në ambiente të reja. Sot gjykatat janë kushte mirane, janë në godinat e vjetra të kohës së komunizmit. Pra këtu reforma ka qenë një biznes dhe personat që janë marrë me reformën kanë pa xhepin e vet. Ke antar të ndërkombëtar që kanë marrë nga 35.000 euro në muaj. Pra ata kanë ardhur për veten e vet, kanë bërë pushime, kanë bërë trajnime në Pogradec, në Vlorën, Sarand, janë lanë det, janë lanë Pogradec, kanë shku, janë lanë Presk, Vogël. Pra, domethënë gjithë parat janë shpenzuar në për seminare gjë dhe nuk është investuar aty ku duhet. Pra, reforma në drejtësi në radhë parë ka qenë biznes. Kompania që ka bërë reformën në drejtësi që është marrë me reformën në drejtësi në Austri, na rezulton që ka të jetë një kompani e cila është marrë me ujësjellsat, është marrë dhe me ujërat e zeza në Austri. Këtu është statusi i kësaj kompanie, që është marrë me menaxhimin. Prandaj do të kthehemi sot në 2016, nuk duhet ishte bërë. Duhet ishte bërë një studim, një ndërhyrje, mund të ishte bërë. Konkretisht dalin te Spaku. Se Spaku ka zhvillime pozitive për izvërtetës. Sot prokurorët e Spakut janë të njëjtët prokurorë të cilët kanë qenë dhe të prokuroria e krimeve të rënda. Pra këta një ndryshim legjislativ, ata ishin prokurorët, pjesa më e madhe, 80% ata janë. Atëherë e njëjta godinë është. Ishte bërë një ndryshim kushtetues dhe legjislativ për sa i përket Nenit 75 dhe ishte zgjidhur kjo punë. Pra nuk u la që të bëhet siç duhet, por këta i bën shpejt i bën një reformë sepse i interesonte investimi i parave dhe zgjatja sa më shumë e kësaj. Sepse çdo vit që zgjate investoheshin para nga Bashkimi Evropian. Shuma është 400 milion euro që diskutohet, por diskutohet që shumë akoma më e madhe se 400 milion euro. Pra kemi të bëjmë me investime të cilët nuk dihet se ku kanë shkuar, por praktikisht ne sot nuk shohim asnjë lloj investimi të ri. A largoi reforma vetëm gjyqtarët dhe prokurorët që splotsonin kushtet e duhura etike profesionale, apo nuk justifikonin pasuritë e tyre, apo humbi dhe një pjesë të eksperiencës profesionale të sistemit? Reforma në drejtësi ka qenë një gjueti shtrikash. Vetë kryetari i gjykatës lartë i referosh njëri i nderuar, tha, ka pas standarde dyfishe. Pra, për të njëjtin shkak një person është shkarkuar, për njëjtin shkak është puna, atë ç'është ky standard dyfish. Pra s'ka pasur standarde dhe madje shumë profesor të së drejtës kanë bërë interpretimet vendimeve të gjykatë të apelit të vettingut dhe kanë thënë kanë standarde jo 2 fishe, po 3 fishe, 4 fishe. Pra, domethënë tek një person është vepruar ndryshe dhe tek një person është vepruar ndryshe. Por ka diçka.
te reforma e drejtësisë neve nuk duhet merremi kush u hoq dhe kush qëndroi. Por duhet të merremi te kush personi i ka shkaktuar dëm, sepse janë kuadër të cilët të formuar në vite. Pra shteti ka investuar tek ata. Janë investuar me miliona e miliona dollar ti e merr një kuadër që është i formuar dhe merret çon shtëpi. Po si e çon shtëpi? Shifet shkelja, proporcionaliteti, faktet të konstatuara sot nga Strasburgu. Dhe vendi ka humbur shumë profesionistë. Ne nuk kemi luksin se jemi vend i vogël, se jemi shtet federal, kemi 100 milion njerëz, hajde se dalin ti, ne kaq kemi. Shteti i ka trajnuar në vite, madje po them një pjesë e personave që janë larguar nga sistemi i drejtësisë janë trajtuar nga Danimarka, nga programi Danida, kanë shkuar në Danimark. Janë trajnuar nga shkolla e magjistraturës dhe duke përdorur standarde dy fishe dhe në kuadër gjyqëtisë shtrikave, pjesë janë shkarkuar në mënyrë të padrejtë. Pra që këtu ne e nisëm që folëm dhe në fillim. Qytë e emrimi i këtyre ka problem shumë të madh. Janë emru personat që janë morë me pompat e ujtit. Pra, ti çikur merr një pompist aty, tash çfarë them unë? Është marrë me punëtorët, edhe me fusha, sepse drejtësia ka shumë fusha të veçanta. Një nga fushat është edhe fusha tjera, qoftë përsa i përket kontratat e punës, është e drejta punës. Pra këta janë marrë me drejtën e punës, se si lidhet kontrata me punëtorët, se si vendosen skafandrat në kokë, si bëhet ato, janë disa punë që bëhet mes që trajnohen ata, që duhet majt skafandra, dhe këto është punë, por drejtësia është gjë tjetër. Pra të njohësh, ti je profesor i fusës drejtës, kesh eksperiencë, kesh doktoratur, asnjëri nga personat që u morën me reformën e drejtësisë nuk i ka këto. Dhe kjo është bërë qëllimisht për t'i pasur këta njerëz me i pas me dosje personale, sepse ti duke qenë se si në rregull, ti mund të komandohesh nesër që hiq atë dhe ve këtë. Dhe për reformën e drejtësisë, Shqipëria çfarë ka humbur? E para janë larguar profesionistët. E dyta, u nis me 16.000 dosje, reforma në drejtësi sot është 200.000 dosje. E treta, kemi shkatrimin e shtetit të së drejtës. Kemi për një periudhë shumë shkurtër, kemi shumë shuarje të paraburgimit. Pra ç'u kuptojmë shuarje të paraburgimit? Njerëzit ngelen burgjeve sepse nuk shkojnë në gjykatë në kohë. Madje edhe për çështje vepra penale të rënda vrajse, na ka rezultuar që është shuar masa e sigurimit të arrestit në burg. Aq më tepër që nuk është bërë asnjë investimi. Kanë hikur paret dhe s'dihet se ku janë. Sot kanë ikur dhe ndërkombëtarët dhe thonë kemi sukses, por ne sukses s'po shohim. Qytetarët shqiptar po enden në gjykatave dhe nuk po sigurojnë drejtësisë. Kjo ishte qëllimi kryesor. Me që jemi tek qytetarët shqiptar, a kanë sot qytetarët shqiptar më shumë besim tek drejtësia? Absolutisht jo. Ti po të shikosh protestat. Shiko protestat. Domethënë një pjesë e tyre është mos funksionimi i sistemit të drejtësisë. Sepse sistemi i drejtësisë nuk është vetëm spaku, se këtu është e keqja. Ne vetë themi spaku është drejtësia. Spaku ka 1.8 deri 2% të gjithë çështjeve të Shqipërisë. Këtu ke probleme tjera pronësie që janë dosjet me vite pa zgjidhur. Kanë vite të tëra që mbredhin në njerëzit vërdall. Kemi rastet e fundit për shembull. Po marrim rastin e fundit. Rastet që kanë ndodhur për një periudhë prej 9 muajsh. Kemi vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja. Gjyqtari Astrid Kalaja u vra për shkak të reformës në drejtësi. Pse? Kishin qytetarët vite e vite që po vonoheshin gjyqet. Domethënë thonë ne kemi vite ta në 2012, do thoshi ç'lidhe ka reforma. 2016, këtë periudhë që vinin dosjet lart e poshtë, zëvendësoi një gjyqtar se hiku nga vetingu, jep tjetër. Pra ti shkatrove në vetvete i zgjate njerëz i plase. Pra, rasti dhe Ervis Shkami që foli tha kemi vite tha po na plas shpirti. Pra ti një rast që është lidhet me reformën e drejtësisë. Rasti i dytë. Marrim rastin e Lezhës. Vrasjes çiftit në Lezhë. Ishte ngjarje 2016-s, gjykata e lartë mas 10 vjetësh kthen çështjen mbrapsht. Pra një vrasje, një çështje penale që ishte vrasje, nuk është zgjidhur brenda afatit. Pra 10 vjet ne kemi prapë çështjen në apel. Pse kjo është drejtësia e re. Kemi rastin e Antonio Karanfilit në Korçë. Një rast ngjarje 2018-s, e cila mas 7-8 vjetësh alash në hetim. Pra çan këto dosje këto. Kemi dhe një rast tjetër, një vrasjen e Martin Çeços në 2022 që në zonën e Korçës që ishin personat që ishin personat që kanë bërë veprën penale të vrasjes, kishin futur në një liçen nga ato liçenet artificial dhe çështja është prapë në shkallë të parë. Është shuar masë sigurimit këtyre 4 personave dhe ata janë liri, pa vendim gjykate. Pra kemi zvarritje të proceseve gjyqësore dhe kjo zvarritje është ndëm qytetarit.
Pa, këto janë çështje penale, po ke çështje civile që zgjatin vite të tëra. Dhe pronarët nuk po marrin drejtësi. Dhe një gjyq mesatare po shkon rreth 20 vjet do shkojë mesatare dhe mos më shumë për mbarimin e një gjyqi civil në filtrat e brendshëm. Dhe kjo është shumë fakt i rënd, dhe duhet ishte menduar nga shkencëtarët e reformës drejtësi. Kur nisi reforma, sepse sot qytetarët shqiptar janë pa drejtësi. Ti drejtohesh gjykatës për një padindarje. Do 5 vjet gjyqi. Ndërkohë do ndash, janë shkaqe personale, domethënë me ndryshimet e fundit të kodit familjes, personi ndahet, nuk i thot gjykatës pse ndahet, janë shkaqe personale. Do rish 5 vjet derisa të shkosh çështja në apel. Tash 5 vjet i gjyq. Ndërkohë që personat mund të martohen për s'dyti, ka ik tjetër te gruaja numër 3 dhe figuron me letra alat e gruaja numër 1, sepse kështu i bi. Tash nuk funksionon sistemi gjyqësor. Ndërkohë kemi shumë politikanë të cilët kanë bërë divorc, nuk kanë një problem. Janë martuar nga 3 herë, por gjykata ka funksionuar, për i muj ka ik gjyqi. Atëherë qytetarë shqiptarë nga 5 vjet, politikanët shpejt. Çka këto? Prandaj ky është shkelje e afatit, është dëmi më i madh që është bërë popullit shqiptar. Dhe qëllimi shmanget, që thotë domthon shifen ka anë pozitive, spagu po ka rezultate pozitive, por nuk ka qenë qëllimi. Një nga 5 pikat e reformës ka qenë korrupsioni. Pikat e tjera ka qenë afati i arsyeshëm, aksesi në drejtësi që s'bëhet fjalë, njohja e vendimeve të Strasburgut dhe etika e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Pa hyrë kësaj se kemi raste të shkeljes etike, por kryesorja në një drejtësi, kryesore e pushtetit gjyqësor në demokraci është ofrimi i drejtësisë për qytetarët. Që kjo ka hik sepse nuk e ofron kohë. Sot a ka më shumë drejtësi apo hetime? Fjala drejtësi është e gjerë, është dhe për çështjet civile. Hetimet ka të meta për shkak të reformës, po ndërsa janë zgjat hetimet. Marrim rastet e fundit për shkakun që janë bërë nga spagu. Takimi i Arubës është i 2019. Sky ECC është i 2021-shit, arrestimet janë 2026-ën. Ore ku kanë një dosje mësirtar? Pra shohim një distancë shumë të madhe në kohë dhe në hapësirë. Me drejtësinë e vjetër nuk ka pas, domethënë nuk ndodhin gjëra të tilla. Pra mas sigurimi mas 8 vjetësh, 9 vjetësh pasi ka ndodhur ngjarje. Me përjashtim të rasteve të rënda, për vrasjeve, trafiku drogës ose trafiku të armëve, këto janë gjëra të tjera. Por jo për pastrim parash mas 10 vjetësh është do merret mas sigurimi. Kjo është diçka që për mendimin tim nuk shkon. Pra kemi dosjen sirtar dhe hetimi zgjat shumë. To llogaritës edhe gjykimi dhe i bi që një person ka qenë gjithë jetës në hetim. Pra 2018, jemi sot 2026, po vjen 2027, do ikë sa t'i ikin apel. Pra ky person teorikisht shqiptarët janë gjithë jetës në hetim. Me hetim do të kemi parasysh hetimin para prak dhe hetimin gjyqësor. Pra çështja që është në hetim para prak, pra kanë dosja 8 vjet në hetim. Shto dhe shkallën e parë, shto apeli, shto gjykatë e lartë kushtetuese dhe i bi që shqiptarët janë gjithë jetës në hetim. Qoftë hetim para prak, qoftë hetim gjyqësor. Këtu kemi arrit me drejtësinë e re. SPAK ka hetuar ministra, ish-ministra, deputet dhe zyrtar të lartë. I ka hetuar. I ka hetuar. A është ky një tregues se drejtësia apo prek nivelet e larta të pushtetit? Tregues tek tabelat, kur i shohim si tabela, rezulton në raport me drejtësinë e vjetër, këtu kemi një rritje të numrit. Por drejtësia e vjetër çfarë thash, nuk ka pas prokuroria e krimeve të rënda kompetencë që të hetonte zyrtarët e lartë, se ka qenë kompetencë e prokurorit përgjithshëm. Tani që i erdhi SPAK-ut, sepse SPAK-u më parë ka qenë prokuroria e krimeve të rënda, është krijuar në 2003. Dhe pak a shumë të njëjta dosje janë dosjet e tjera. Madje po them që korrupsioni është shtuar që nga reforma në drejtësi, nga 2016 dhe mbrapa janë gjithë ngjarje të ndodhura për shkak mas reformës në drejtësi. Pra, do ishte më mirë që të ishin marrë rrethana parandaluese se sa ti lenim në boni krime dhe ju kapim mbrapa. Në 2016, 2026, Arubën e ketë 2018-ës, ketë trafiqet e drogës e ketë 2018-ës, me Gonigalin e ketë 2017-ës. Më kemi është çështja në SPAK. Prandaj duhet ishe parë më shumë me parandalimin se sa me atë. Megjithatë, po marrim rastin e Erion Velis. Po.
Rasti Erion Velis në mendimin tim personal është marrë me shkaqe personale. Pra është marrë me çështje veshmbathjesh, në akuzë kemi çmimin e blerjes së mbathjeve nga ana e Ajola Zozës. E kemi në akuzë që nuk diçka, ndërkohë që kallëzimi për Erion Velia është për çështjen e inceneratorëve, jo për brekët e Ajolës. Pra është për inceneratorët, është bo për dherat, për 5D. Pra ky s'merret me 5D dhe merret me çështje personale. Ktu duket si shmangje. Pra duket si shmangje. Kemi dhe rastin për shembull që Erion Veliaj mori kompetencat e Këshillit Bashkiak. Firmosi për Këshillin Bashkiak nuk është morë me këtë punë, është morë me çështje personale, jo bleve këtë, bleve ata që do ishte për mua duket krijo që s'është e drejtë. Pra o merresh tamam, o merr edhe çështjet e tjera të spagut. 21 janari po zvarritet. Çështja me Gonigalit po zvarritet. Pra janë çështje të mëdha, këto janë çështje të mëdha. Çështja me Gonigalit. Pra çka ka ndodhur? Me Gonigali po marron burgun në Amerikë. Ka bo burg pse ka korruptuar zyrtarët, ka ushtruar ndikim për shkak të Shqipërisë, pra ai dënohet bon burg kurse neve këtu rridosja mësirtar. 21 janari rridosja mësirtar. Kemi raste ministrës që janë kështu, po shohim që nuk është aty ku duhet. Kto janë çështje të mëdha që të cilat duhen zgjidhur. Duhet zgjidh shpejt. Duhet dhënë zgjidhje. Për shembull rastet e 17 vendimeve të qeverisë brenda ditës. Pse si është dhënë zgjidhje? Si mund 17 vendime bëhen brenda ditës që lidhet me çështjen e inceneratorëve? Kjo është shmangur. Jo, Erion Velia duhet përgjigjet për çështje personale. Jo, duhet të ishte për atë që është. Jo për personal. Fati që e kalon për çështje personale, ve dyshimet që nuk është hetimi drejt. Po, edhe nga ana tjetër kritikët thonë se disa figura të rëndësishme politike ende nuk janë prekur. A mendoni se drejtësia duhet të shkojë më tej? Po duhet shkoj, po si të shkoj tash? Po si të shkoj duhet i shofi dosjet më mirë, sepse një çështje penale sa më shumë të rinë sirtar, aq më shumë. Për shembull, ja po marr rastin e 21 janarit. Sot jemi 2026, ai ka ndodhur 2011 ngjarë. Do t'i thoshti ku ke qenë 2011? S'maj me ku kam qenë. Ma ben ti ku ke qenë 2011? Asun nuk e maj me se ku kam qenë. Unë kam qenë prokurori çështës e di se janë disa ngjarje që le gjurmë, po tash personat e tjerë, dëshmitarët, po janë të vjetër, i pjesë ka hik, sepse edhe 15 vjetë shumë mundrojt dhe jetë njerëzit. Prandaj duhet punoj më shumë me çështjet, me çështjen e Megonigalit. Janë çështje, duhet sqaroj çfarë veprimesh korruptive kanë bërë i korruptuari Charles Megonigal, po flas i korruptuar sepse ose i pandehur që ka qenë në Amerikë, se ky është dënuar për korrupsion. Pra është dënuar atje se ka korruptuar shqiptarët. Ka ardhur atë ku është Shqipëria? Tash kemi vendim ai në burgun. Do vi nesër, vjem Shqipëri me procedurë mbarimit të dënimit, se kur mbarohet dënimi, burgu të jep një procedurë, u lirove këtë datë, do vi këtu. Ne themi prit. Heto se kemi kohë. Kemi kohë, se mësohet se shqiptarët nga 18 vjet në hetim për shkakun. Hetimet e 2006-s, 2007-s. Për shkakun rasti i Berishës është i 2006-s. Pra i bi teorikisht ke gjithë jetës në hetim. Prandaj duhet bëhet një analizë të çështjeve, ose të pushohet çështja, ose të shkojnë në gjyq. Pra çështjet e vjetra duhet të mbarohen. Pra duhet një vunet. Jo se dhe duhet hetohet për shkakun një nga rastet që duhet hetohet dhe reforma drejtësi. Ku kanë shku 400 milion euro të investuar në Shqipëri? Kush i ka marrë këta para? Nuk është bërë asnjë investim, asnjë godinë e re, asnjë gjë. Janë gjithë to para të investuara, janë bën rroga të larta në trajnime, seminare dhe gjëra të tjera që në jetë private, ne nuk i hym në jetë private, sa ata ndërkombëtarët kanë qenë dhe pak qefli. Po, kanë pas qef. Ça? Po ça tash? Qefli për me bo qef, qefi është i gjerë. Kuptoj. A ka ende njerëz të paprekshëm në politikën shqiptare? Gjë sa spojeton ka. Kush janë ata? Po kush janë? Shohim organogramën e qeverisë, ke persona që sepse duhet të vlerësojmë diçka. Ne veprën s'duhet ta çojmë me zor. Pra që ka vepër me zor ka, domethënë dihet që je në atë detyrë, ose për 7 lotët për shkakun, për rastin e zonës Ballugu. Jo 7 lotët janë gjithë me shkelje, mund të ketë një që s'ka. Pa s'ka gjithë. Por ata që i ka dalë emri që kemi dëgjuar për shkakun, për vendime qeverie që kanë dalë brenda 17 orë brenda ditës, nuk është respektuar protokolli. Pra shkeljet e flagrante të procedurave.
Pra këto duhet të shifen me vëmendje dhe këto janë çështje. Dhe pranaj është krijuar spagu. Dhe janë gjithë këto çështje të krijuara pra këto çështje ose ndjekje fakte penale kanë ndodhur mas 2016. Dhe i bi që ka ndodhur mbrapa për me i mbrojt. Se kështu i bi, se kështu ndodh para, s'ka ndodhur më përpara. Ndodhen sot që ti po i mbron. Dhe fakti që po mbrohen tregon që nuk po veprohet me këtë çështje. Janë çështje të sensitive ose të ndjeshme për publikun që s'po hetohen. A mendoni se SPAK po vepron njësoj ndaj të gjitha palëve politika? Tani kjo është pyetje me karakter politik, pyetja është e drejtë dhe unë do t'i referoj çfarë thot njëri dhe çfarë thot tjetri. Njëra palë, Partia Demokratike, thotë që ne jemi cënuar ose opozita, sepse kryetarët e opozitës janë proceduar penalisht para zgjedhjeve në raport me palën tjetër, me palën e pozitës që janë proceduar personat niveli 2, pra në raport me çfarë është proceduar nga e djatha, pra nga opozita. Është e vërtetë që kryetari opozitës ka bërë vit arrest shtëpie në majt pallatit. Ilir Meta sot është mbur. Lideri i një partie opozitare. Nga ana tjetër, zyrtar të lartë në raport me këtë nuk kemi. Ndërkohë mazhoranca thotë që ne kemi janë proceduar penalisht 2 zvendës kryeministra, shumë ministra dhe ne jemi ne ato që i kemi dhënë dorë të lirë shpatën SPAK-ut. Ka pas kontestime për sa i përket masave sigurimit të kërkuara ndaj zonjës Balluku, kjo është pak a shumë, por krahasimin ta bëjnë qytetarët. Pra, a është e njëjta peshë dhe njëjta peshë politike e personave të proceduar si Majtas dhe Djathas, a është e njëra peshë? Pra, a është e njëjta peshë? Berisha e boni i vit arrest shtëpie në majt pallatit. A janë sot gjyqtarët dhe prokurorët të mbrojtur aq sa duhet? Gjyqtarët mendoj që mbrojtje juridike, është mbrojtje juridike kanë, pra, kontrolli e tjerë. Mendoj që janë të mbrojtur nga pikpamja juridike, por gjyqtarëve dhe prokurorëve sot në territorin e Republikës Shqipërisë nuk mund t'i kërkojmë, nuk mund t'i vesh me faj se këto shkili që bëhen sot, po të ndodhin më përpara, shkarkoheshin nga detyra. Por çka ka ndodhur? Ka ndodhur shkarkimi prokurorët dhe gjyqtarëve, për shembull, unë kur kam pas 1000 dosje. Ja kam lënë tjetër, ka i tjetër ja ka lënë dhe janë mbytur. Sepse i bi si një karrocë të morësh dheun, e merrshëm me një, tash ishin 10 karroca, tash ngeli një. Dhe ti i ke ngarkuar vetë ato. Pra ti duhet kishe parashikuar këtë gjë që ndodhi. Dhe ata sot janë kushte shumë të vështira në punë. Sepse reforma në drejtësi nuk bëri investime aty ku duhet. Aty ku duhet, godina të reja. Një prokuror shqiptar duhet jetë i barabartë me një prokuror ndërkombëtar ose si prokurori i rajonit. Kur vjen me makinë në punë, shkoj te parkimi i punës. Nuk ke parkim, s'ke magazina, nuk ke arshiv. Sepse dosjet do rinë në arshiv, pjesë e dosje rrinë te zyrat e prokurorëve. Pra këtu është bë një reformë në letra, por praktikisht njerëzit janë kushte shumë të vështira. Sepse duhet kemi parasysh diçka tjetër, që reforma nuk është gjyqtarët e prokurorët, duhet dhe stafi administrativ. Sot dhe sekretarët e gjykatave dhe sekretarët e prokurisë janë kushte shumë të vështira. Është shumë fishu puna, është shumë formalitet. Sepse stafi punës nuk është vetëm prokurorët dhe gjyqtarë, por janë edhe staf punë ndihmës që janë kushte të vështira. Pra janë bërë ka shumë vështirësi. Ndërkohë është premtuar për një pallat drejtësie që është një mashtrim. U la për të ish uzina e Enver tek zone pak më poshtë te 21-shit te ish policia bashkiake, nuk u bë. Do bëhen në bulevard 3, jo, do bëhet këtu, ç'a bëhet, çdo gjë ngjitet në letër. Pra kur vinë ndërkombëtarët, thonë ne kemi letër. Dhe kur erdhi një europarlamentar, tha Shqipëria, tha shumë mirë, tha shumë letër, tha, por praktikisht tha shumë dobët. Dhe sot prokurorët dhe gjyqtarët nga pikpamja formale janë në rregull, kuptimi që kanë mbrojtje juridike, por praktikisht kanë shumë vështirësi në ushtrimin e detyrës të tyre për shkak të ngarkesës së theksuar në punë. Pra kemi të bëjmë me një ngarkesë të tmerrshme. Pra jetojnë kushte shumë të vështira. Domethënë, jetojnë sepse një pjesë e jetës është, se ti arrit 8 orë në punë. Po. 8 orë fle gjumë dhe i bi që një pjesë e jetës ti e keq. Pra domethënë, duke bë dosje, zbardh vendimet, edhe probleme
Ndërkohë që gjyqtarët, sepse dhe numri vendimeve që shpall një gjyqtar ka një mesatare. Këtu është kalu mesatare me sa vendime shpallen në vit. Tu është 5 fish ose 10 fish me gjyqtarët evropian. Prandaj këta që kanë shkaktuar këtë rrëmujt të reformës në drejtësi duhet marrin masa si që të zgjidhet ky problem. Pra ti krijosh kushte është minimale të vendi parkimit, se ti do shkosh në punë, do parkosh mjetin. Ti s'mund të rish gjysore të gjet parkim, se i shkoj ora 8:30. Pra këtu ti gjitha ne pra çdo gjë është bërë si ta pengosh prokurorët dhe gjyqtarët bëjnë punën e vet. Pra këtu çdo gjë është bërë mrapsh. E pa studiuar mirë, e pa menduar dhe qëllimi kanë qenë që parat nëpërmjet rrogave të mëdha që kanë marrë qoftë ndërkombëtare të që janë marrë me reformë, ti fuzin në xhebe, hiqin tash nga Shqipëria ato. Me 30.000 euro në muaj, sa i bi 360.000 euro në vit, sa kanë 10 vjet, u pasurun, u rregullon u reatun, kurse ne jemi sot në tago. Pra drejtësia shqiptare është në tago sot që diskutojmë. Edhe një pyetje të fundit. Nëse do t'u jepej mundësia të ktheheshit sërish në sistemin e drejtësisë, do të pranonit? Tani pyetja juaj është e drejtë. Unë të thash që gjatë kësaj kohe jam marrë dhe me media, po duke dalë media dhe pushteti ka të bukurinë e vet. Që ka e mirë, është diçka e mirë, ke mundësi të shprehësh mendimin tënd. Pra, si prokuror nuk është, domethënë, e ke të pamundur të dalësh të shprehësh opinione, sepse quhet shkelje etike. Për mendimin tim duhet të ishte ndryshuar ligji i prokurisë, që dilet edhe në media. Unë për vete nuk e kam një problem shumë të madh, sepse thash kam qenë prokuror që kisha këtu. Tash i kam kaluar në anën tjetër të mbrojtjes. Pra, në kuptimin procedurial, unë jam pal procedurale. Pal kam qenë më përpara, pal dhe jam sot. Dhe nuk është se kam në një diçka. Thash dhe dalja në media ka qenë një eksperiencë e re dhe që më ka pëlqyer për së vërtetës, domethënë. Kjo është një diçka, është gjë krejt e re. Media, komunikimi me publikun, diskutimi i çështjeve të ndryshme nga pikpamja profesionale, gjë që nuk ke shanse ta thuash kur je prokuror. Ndërkohë dhe media na ka mirë pritur dhe e vlerësoj gjithë ato media ku kam dalë, kam dhënë opinionin tim. Të falenderoj shumë që pranove ftesën dhe ishte kënaqësi. Do jesh gjithmonë i mirë pritur. Tashi vendin e di se ku është, do vi dhe suksese studios tuaj. Je një studio e mrekullueshme. Faleminderit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.